Kreu i emergjencave civile Aki Çako ka qenë prezent në Novosel, ku ka monitoruar situatën e krijuar nga dalja e lumit Vjos në zonën e urës së Mifolit. Çako, përgjatë fjalës së tij në media, ka bërë të ditur se niveli i ujit të lumit të Vjosës ka arritur në mbi 7.1 metra. Sipas tij, aktualisht ndodhemi ende në gjendje alerti, teksa rreziku nuk ka kaluar ku mbetet i pranishëm dhe gjithçka po monitorohet në varësi të prurjeve, të cilat vijnë kryesisht nga zona e jugut, ku si në territorin shqiptar dhe në territorin grek. Çako thot se ka pas rreshje të shumta. Aki Çako, kreu i emergjencave civile, tregon se 3 banesa pranë shtratit të lumit janë përmbytur dhe përpasoj banorët janë evakuar, ndërsa pranë tyre ka prezencë të lartë ujë, situatë kjo e cila po mbahet në monitorim. Atëherë sikur e shohim, jemi në urën e Mifolit, në monitorim non-stop prej gati më shumë se 24 orësh. Niveli aktualisht është në pik alerti, 7.1 në matjen meteorologjike, cila krijon risk të shtuar, por që duhet të theksojmë që jemi në varësi të prurjeve që vijnë nga Vjosa, nga Tepelena dhe nga Përmeti. Është monitoruar gjatë gjithë natës gjithë prurjet, ka pas intensitet të shtuar dhe të lartë në Vjosa në kufi me Greqinë, pasi ka pas rreshje shumë intensive edhe në zonën tonë, por edhe në atë të vendit Fëqinj. Ka një rënje për momentin në matjen në Përmet, edhe në Tepelen gjithashtu, por gjithsesi baseni është i mbushur dhe presim që të ketë një stabilitet për mos të kaluar jashtë parametrave që do të sillnin më pas, edhe problematika me prezencë ujë apo përmbytje në banesa, zonat e rreth Vjosës në urën e Mifolit, qoftë në njësinë e Novoselës, qoftë edhe në njësitë e tjera të qarkut Fierit. Mbi bazën e historikut, por edhe të monitorimit që bëhet me ekspertët edhe me gjithë specialistët që kanë përjetuar edhe në kohë më parë, por që edhe të dhënave statistikore që janë matur, pritet që të ketë një farë stabiliteti, por gjithsesi pika e vlimit, si të thuash, është mbi 8 në matjen e ujit. Aki Çako u ka bërë thirrje qytetarëve të mos krijojnë panik, pasi siç tha dhe ai, kjo nuk ndihmon as pak në menaxhimin e situatës. Sipas Çakos, pika kritike mbetet mbi 8 metra, ndërsa ditët në vijim priten sërish rreshje, ndaj monitorimi duhet të vijojë pa ndërprerje. Paniku nuk duhet të ekzistojë, sepse nuk është favorizues, ose nuk është aleat për ta menaxhuar fatkeqësinë natyrore. Në këto rrethana pothuajse që të gjithë banorët të cilët ekspozohen apo kanë riskun e shtuar janë njoftuar nga njësitë e pushtetit vendor, janë marrë masat edhe për t'ju ardhur në ndihmë në rast se do të dalë domosdoshme për t'u evakuar. Prioritet normal që është jeta e qytetarëve, më pastaj edhe pasuria, blegtoria apo dhe gjithçka tjetër që lidhet me jetën normale të tyre. Ka banesa deri tani të prekura? Deri tani nuk ka banesa të prekura, pasi lumi Vjosa është nën shtrat, është nën kontroll në zonën e vet, por janë 3 banesa të cilat historikisht janë të vendosura nën këmbët e urës së Mifolit, të cilat janë të parat që ekspozohen edhe normal, po natyrisht janë larguar. Patjetër që janë marrë masa, parashikimi sinoptik është që do të ketë rreshje prapë në shkallë vendi, ashtu sikur se ka pasur, është dita e 4 që ne vazhdojmë të monitorojmë në shkallë vendi rreshjet intensive të cilat kanë prekur gjitha zonat nga veriu në jug të vendit tonë.
Prej disa ditësh, strukturat vendore dhe ato të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plotë në ndjekje të situatës së krijuar nga rreshtet e shiut që kanë vijuar në pothuajse të gjithë territorinë e vendit, kundër qarqet më të prekura është edhe qarku i Vlorës.